Mirë se erdhët shigjetar në Letra Trofejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Kjo javë të dashur shigjetar duket si një javë ku duhet të gjeni mes njerëzve përreth që ju rrethojnë dhe nevojës tuaj për qetësi. Mund të ketë momente sociale dhe mbështetje nga të tjerët, absolutisht, por gjithashtu edhe një ndjenjë lodhje nga përgjegjësitë që jeni apo keni mbi supe. Mesazhi i kësaj javës është të mos merrni më shumë barë se sa mund t'i mbani. Do thotë të përqendroni në një e jo në të gjithat njëherësh. 6 të kupës kërete tregon kujtime, njerëz nga e kaluara ose situata që lidhen me emocione të vjetra. Mund të jetë një person nga e kaluara që shfaqet, një takim me dikë që nuk e keni parë prej kohësh, ose një situatë që kujton një periudhë tjetër të jetës. Shihoni momente të bukura, por mos u ktheni prapa në gjërat që nuk ju çojnë përpara. Mund të jetë person, mund të jetë situata, por është kënaqësi të kujtoni të jeni nostalgjik për gjërat që kanë kaluar, por që mos u ktheni prapa në gjërat që nuk ju çojnë përpara. Strength është triumf. Kireta tregon forcën e brendshme dhe durimin e juaj. Mund të përballeni ndoshta me një situatë që kërkon më shumë qetësi dhe kontroll emocional. Një situatë që po ju provokon ndoshta nga e kaluara. Një person që kërkon durim nga ju, ose një sfidë që duhet trajtuar me qetësi. Shigjetar, mos reagoni me impuls. Fuqia më e madhe këtë javë do të jetë vetë kontrolli. Hermit, që është dietarja apo vetmitarja, që ecën vetëm dhe është vetë urtësia, tregon nevojën për reflektim dhe pak distancë nga zhurmat të tjerëve, siç thash dhe në fillim. Mund të ndjeni dëshirën për pak kohë vetëm, të mendoni për një drejtim të rëndësishëm, ose të largoheni për pak nga situata që po ju lodhë. Mos keni frikë të tërhiqeni pak për të qartësuar mendimet. Atëherë mund të vazhdojmë dhe jo të rrim për hir të diçkaja apo dikujt dhe të ngarkohemi aq shumë sa që mos të dimë se kat jam mbajmë, apo gjithë ato që keni mbi supet mos dim t'i seleksionojmë. 10 të shkopive tregon barën e juaj dhe përgjegjësi të shumta që i keni patur mbi supe. Shumë detyrime, shumë njerëz që kërkojnë nga ju, ose një situatë ku ndjeni vërtet të ngarkuar. Do ta kuptoni që duhet të lini disa gjëra ose disa përgjegjësi që nuk ju takojnë më. Dhe kjo thot jeni në fund të rrugës për të liruar nga kjo barë dhe kjo është e bukura. Jeni shumë të fortë apo shumë më të fortë nga se mendoni të dashur shigjetar. Por nuk është e nevojshme të mbani gjithçka vetëm. Mund të ndahen apo t'i bëni siç thash një nga një. Këshilla që mund t'ju jap është mos të ngarkoni me barë që nuk është një e juaja apo më shumë se që mund të mbani. Zgjidhni me kujdes ku vendosni dhe ku harxhoni energjinë e juaj që të mund të kapërceni këtë situatë ku ndodheni sot.